Japet rrugë rehabilitimi në total të kanalit të Sijavit, një prej kanaleve kulluese të ujrave të larta dhe atyre të bardha, të cilët ndër vite ka qenë problematik jo vetëm për zonën e centrale së ku ndodhet, por për gjithë qytetin e Vlorës. Një nga kanalet e bllokuar, i cili është bërë shpeshherë edhe shkaktar për përmbytjet në qytet. Faza e para e realizimit të këtij projekti do të jetë pikërisht evidentimi të gjitha subjekteve, godinave, që janë në gjurmën e projektit për rehabilitimin e kanalit të Sijavit. Siç mësohet, janë total 64 objekte, të cilat janë të ndërtuar në territorin, zonën se ku do të kalojë projekti i ri për rehabilitimin e kanalit. Të gjitha këto objekte të evidentuara do të shemben, pra 64 të tilla. Në këtë numër të objekteve që do të shemben, janë më së shumti godina banimi, mure rrethuese të banesave dhe bizneseve, por edhe godina të subjekteve që funksionojnë si biznes. Jo vetëm kaq, por në këtë numër përfshihen objekte pa leje ndërtimore, objekte pa dokumentacione, si dhe ato në proces legalizimi. Ndër të tjera, ka dhe objekte të cilat i kanë të gjitha dokumentacione të rregullta, por do të shemben pasi të dëshpërblen fillimisht në bazë të vlerës së caktuar për metër katror, të cilën e kanë në dispozicion. Projekti i ri do të fillojë nga zona pranë Lungomares, ku momentalisht kanali Sijavit është i bllokuar. Në Lungomare do të ketë punë të konsiderueshme për zgjerimin e tij dhe zhbllokimin në total. Më pas kanali Sijavit i rehabilituar do të vazhdojë i hapur deri në zonën tek Bishti i Kallëdromit, duke kaluar mes dy lagjeve, 10 Koriku dhe Ajro Çakëri. Vetëm në dy pjesë të tij do të qëndrojnë në pjesën e sipërme i mbyllur, ku janë sot rrugët ekzistuese Pelivan Leskaj në zonën e centrales, si dhe rruga e Onazës së Madhe të qytetit, pranë zonës së Bishtit të Kallëdromit. Projekti i kanalit të ri të Sijavit të rehabilituar do të jetë i ngjashëm me projektin e Lumi Gjanica, një kanal me gjerësi 30 metra i gjerë, 15 metra nga të dy anët. Gjithashtu në pjesën anësore të tij do të ketë vendkalime për këmbësorët, por edhe pemë që do të mbillen. Jo vetëm kaq, por do të ketë ndërtime të disa urave, të cilat sot nuk ekzistojnë, por t'ju dhënë mundësi këmbësorëve të kalojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Por deri atëherë ka ende shumë punë për të bërë, pasi fillimisht duhet të bëhet kategorizimi i objekteve, të vinë shkresat nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, të shemben ato pa leje dhe të dëshpërblen objektet me dokumentacionet që më pas të nisë dhe puna rehabilituese. IKMT, IMT e Bashkisë Vlorë dhe Inspektoriati Ndërtimor këtë të mërkur kanë bërë pikërisht evidentimin e objekteve që preken nga ky projekt. Lista me këto objekte i kalon tashmë institucioneve përgjegjëse në varësi, të cilat janë disa dhe do të marrin vendime të mëtejshme për to deri në nisjen finale të punimeve.